Të rinë sot, a e kanë humbur lidhjen me artin apo thjesht nuk kanë gjetur atë që i duhet? Të rinjt sot kanë humbur lidhjen me prindrit. Dhe një gjë Jonas që shumë prindër u hikin fëmijët nga shtëpia dhe nuk e dinë se ku i kanë? Jo, nuk e di këtë. Sinqerisht ta them. Dhe kjo është ulëritse. Pse? Pse ndodh kjo? Se pyet fare më. Zero. Sepse komunikim. Ka humbur. Zero. Sepse prindi ka mendje të punoj, por ka harruar të bëjë detyrat që i takojnë. Ti jap kulturë fëmijës dhe ti thot se kush është rruga më e duhur. Dhe në mos i thot që kjo rruga më e duhur për ty nesër është shkosh të shesësh lëndë narkotike. Ka edhe kështu prindër. Di plot. Dhe këta nuk janë prindër për mua. Këta thjesht janë dështak. Dhe vetëm si kanë bërë ato 30 sekondat për të bërë atë fëmijë. S'kan lidhje fare me fëmijën. No, zero. Çfarë S'kan përgjegjësi fare, zero. Hamdi nga rinia jote? Si të kanë, çfarë është ajo këshill që mban mend nga prindrit e tu? Babai pas ndjes ka ndruar jetë herët, por që ka qenë njëri që ka jetuar skenave. Dhe ndoshta le ta themi pritja ka marrë këtë mallkimin, të jem ndryshe me të tjerët. Pse? Po sepse ndoshta nëse nuk do më kishte udhëzuar babai në këtë rrugë, do isha bërë edhe unë një rrugaç. Çfarë thoshte ai gjithmonë? Që duhet të jesh njëri. A është kjo këshilla e dur që duhet të japin fëmijëve sot? Patjetër. Ne duhet të japim gjithmonë mesazhe. Ndoshta edhe komunikimi mes burrit dhe gruas duhet të jetë shumë më i afërt për t'i dhënë mesazhin fëmijës që dashuria shpëton gjithçka. Dhe unë e bëj shpesh. Po e bëj shpesh. Përveç se është nevojë, po bëj edhe detyrën që fëmijët të kuptojnë që janë në një familje që rrethohen me dashuri. Sepse fëmijët më shumë sojnë nga shembulli, nga ajo që shohin, nga modeli. Cili është shqetësimi më i madh për ty si prind sot? Nesër çuna do rriten, do kenë jetën e tyre, ndoshta edhe mund të ikin jashtë vendit. Ty çfarë të shqetëson? Kam shumë shqetësime që është e vërteta. Kam shumë shqetësime sepse ta thash është përbërë dhe arsimi, Dhe kjo është sado që të punoj unë me bashkëshortën të shtëpia me djalin, nuk ja arri dot unë që të bëj dhe detyrat e mesimdhënësve. Më kupton? Dhe dikush është më ulëritse që mesimdhënësit në kohë fushatash dalin dhe mbledhin vota. Ndotin bluzën e bardhë për një idiot që do vin pushtet. Po pse shan ato që do vin pushtet? Ai mund të jetë i Partisë Demokratike, ti je do Nuk më intereson fare. Kush është Partia Demokratike? Po ti me pëdënie më. Unë jam demokrat. Po? Por do të kuptosh një gjë, Jona, se ndahen gjërat shumë mirë në këtë pjesë. Të jesh demokrat është tjetër gjë, normal që është vlerë, dhe të jesh suflagji për ata është tjetër gjë. Unë jam te e para, se jam i prapambetur. Gjithë prapambeturit janë kundra partisët. Kundra partisë sepse, dëgjoj, sa shefi ka këtë pyetje për politikën. Partia nuk është pronë private. Për shembull, ky libri, unë kam bërë këtë librin, e kam shkruar. Pa. Kam thartu ato digram trunë që kam dhe kam nxjerr. Asgjë nuk është pronë private më. Sepse kjo është e lexuesit. Pa. Edhe partia është simpatizantit, atit që ka bindje demokratike. E di që është Partia Demokratike në koncept? Hajde fut mi ngarën e të dy, ngarë të ndershme. Edhe pavarësisht se mua më ndjekin, kam mediat me vete, kam para, po e more me votat, jap dorën Jona këto. Bravo qoftë. Sa kohë ka që nuk është dhënë dora? Asnjëherë. Nuk është dhënë ndonjëherë. Jo. Mbaj mend kur ka qenë pas 92-shit Partia Demokratike nuk ka bërë kurrë më zgjedhje. Dhe nëse flasin sot pseudo-demokratët që Rama ble vota, Rama bë shantazhe,
Të gjitha këta janë bërë në kohën e PD-s. Le të jemi të sinqertë, le të themi sa gjëra se bolli kemi mbajt me hatër në gjithë ta vite. Po pse i mbajte me hatër, Hamdi? Shpresova që do të ndryshonin. Shikoj, unë s'pran fare me politikë, për mua janë një lloj. Secili nga krahët ka të mira dhe të këqijat e veta. Jo, di si më ngjajnë mua. Politika këtu më ngjajnë si ditë tufa qenësh. Që lefin djatas dhe majtas dhe ndarkë ndrejnë gratë. Kështu është politika në Shqipëri. Ose më saktë, është 3 pika e mençur që ta tregon dhe s'ta jep. 5 pika. Janë edhe më shumë po. Si numërova. Kështu është. Ma ka pason babi pas ndjes. Okay. Ta heqim këtë nga politika, më di se e di që do emocionojme, pasi do filloj dhe unë se kam shumë, kam akumuluar shumë. Ky ligj i fundit, si të duk? Ky ligj i fundit është fiks ligji për ata. Në parlament burrat që kërkojnë burra dhe gratë që kërkojnë gra. Gratë që han burra dhe burrat që han gra. Të njëri tjetrit aty.